Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Si bëhet dhënia e regjistrave të veprave në ditën e Kiametit? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura." Ne do t'ja japim njeriut në ditën e Kiametit librin, pra regjistrin e veprave, të cilin ai e sheh të hapur para vetes. Iqra kitabak, i themi atij, lexoje librin tënd. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, mjafton që ti sot je llogaritës i vetes tënde. Por thot Allahu: "Wa idha as-suhufu nushirat", pra përmend ditën e Kiametit kur regjistrat e veprave do t'u japen njerëzve. Por su fjala Allahu subhanahu wa ta'ala: "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Kujdo që jepet libri në dorën e tij të djathtë, ai do të llogaritet me një llogaritë e lehtë. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya." Dërsa atij që jepet libri në dorën e tij të majt, thot: "Ah, i mjeri unë, më mirë të mos më ishte dhënë fare libri im."